i nderuar zoti Keta, të nderuar përfaqësues të medias. Ju falenderoj për pranimin tuaj sot dhe përpara se t'ja lëz fjalën zotit Braho, t'i kaloj zyrtarisht dhe stafetën, me lejoni të them dy fjalë. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, integritetin dhe sakrificat tuaja. Gjithashtu dua t'u shpreh mirënjohjen time partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë krah nesh në çdo etapë, me mbështetje dhe ekspertizë të pakushzuar. Kontributi i tyre ka qenë i çmuar për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe për ndërtimin e standardeve që kemi sot. Një falënderim i veçantë shkon edhe për publikun shqiptar. Besimi i tij ka qenë forca jonë më e madhe. I uroj shumë suksese zotit Braho në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri. Faleminderit dhe suksese zotit Braho.